S'ka një problemi madh është që kultura në Prishtinë, edhe me thonë gjithë jeta kulturore, është shumë më vobek se sa potenciali i Prishtinës. Ka shumë artistë të cilë mujnë me prodhu ma shumë, që të ketë një kalendar, pra në atë kohë njëve në ndodhen 2 festivali në njëjtën kohë. Edhe Sunny Hill, edhe festivali Ramblat, ndodhen në të njëjtën kohë. Që të regon një mungesë të koordinimit bazik për me mujtë me ndërtu një kalendar të agenda, si me thonë, eventeve kulturore. Ma ne unë e ka më dhe diçka tjetër shtesë me tregu drejt. Unë konsideroj që duhet me u decentralizu pa kultura në lagjet tona. Ne s'kemi ngjarje kulturore që na ndodhen në asnjë lagje asnjëherë. Dhe nuk mujna me thonë që konsumimi kulturës duhet me ndodhë veç nga një shtresë elitare e njerëzve ose shtresë e njerëzve të cilët kanë mjaftueshëm para me shku me bleni bilet në një ngjarje e cila kushton më shtrejt. Pra ne do të me punu edhe unë do të punoj që të ketë një decentralizim të kulturës në kuptimin se mundet me ofru një event kulturor në Dardani, mundet një në Bregjellit, mundet një në Ulpion, mundet një në Kodër Trimall dhe mundet një me ndodhë në Ajvali. Edhe në Ajvali, edhe në Kodër Trimall, edhe në lagje tjera, ka mjaftueshëm njerëz që kanë qef me konsumu kulturë dhe që do dalin, për pos që konsumojnë, krijohet edhe një kohezion i komunitetit, sepse dalin, marrin pjesë gjithë. Edhe ai mund të jetë që nga një galeri e hapur deri te Bajram Curri. Domthonë shoqata Bajram Curri, pra mund të ketë lloj-lloj game të kulturës të cilët ti e jep. Mund të ketë një grup rock i cili një ditë merr një pjesë në shkollën Ismail Shemali atje dhe bën një ngjarje ku komuna i ndihmon, edhe mbledhen 33-at edhe e konsumojnë atë ngjarje edhe e çmojnë edhe janë krenar ma shumë me lagjin e vet. Për momentin çka bëjmë na? Na dalim vetëm në disa vende caktuar, qoftë në shesh ose në vende shumë të centralizuara, por me mujt me përjetu një event kulturor. Edhe mendoj që kjo tregon që na e kena bo Prishtinën më sterile në kuptimin e përjetimit kulturor, sesa që ka qenë më herët. Pra, ideja kulturës së Prishtinës ka qenë me u shpërnda dhe mujt njerëz me u pasuru me të. E jo me u bo steril që është sot. Shikoni ke lagjet. Shkoni te lagjet e Prishtinës. Pyetni njerëz, kura era fundit që në lagjen e juve ka pas një ngjarje kulturore që ju e keni marrë pjesë. Kështu që këtu kesh pak më si me thon, s'po du me thon pak më i zemrum, po e kam një lloj ndjenje sepse ka qatë shumë talent Prishtinë, edhe nuk japet potenciali, nuk japet platforma me mujt me i dhonë Prishtinës mjaftueshëm për ati talenti, mirë po mjaftojnë me organizimin e Sunny Hillit, e që Sunny Hillit dhe mos me pas fare kryetar, ka me organizu prapë. No, sepse e mojmë na konsumatorë që shkojmë atje edhe e mbajmë Sunny Hillin edhe natyrisht e mbajnë që ata të cilët janë të organizu për të.